Mirëmëngjes, ndjes për vonesën, po ishte ditë shiu dhe po prisim mediat të grumbulloheshin. Nderuar zoti Salinas, të nderuar kolegë dhe panelist të ftuar, pjesëmarrës, është një kënaqësi e veçantë për mua t'ju mirëpres në ambientet e Bankës së Shqipërisë për këtë forum të nivelit lartë me temë klima, makroekonomia dhe financat, rrisjet dhe ndikimet që i shoqërojnë. Një nismë kjo e përbashkët me Bankën Botërore. Dëshiroj ta hap fjalën time përshëndetëse duke shprehur mirënjohjen ndaj Bankës Botërore për mbështetjen e pandërprerë në krijimin dhe zhvillimin e partneritetit tonë shumëvjeçar dhe në veçanti në avancimin drejt financave të gjelbra. Më tej dua të falenderoj të gjithë të ftuarit tanë të nderuar që janë sot këtu, përfaqësues institucioneve më të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare që na janë bashkuar në këtë përpjekje të rëndësishme. Prania juaj sot dëshmon rëndësinë e temave që do të diskutojmë dhe sfidave madhore që sjell e ardhmja. Sot jemi për të diskutuar mbi një problematikë gjithëpërfshirëse që i ka përcen kufit politik, industritë dhe kohët. Jemi për të diskutuar sfidën e ndryshimit klimatik. Vetë koha sot provon temën që po diskutojmë. Është e tepër të shpjegohet se ndikimi i ndryshimeve klimatike prek çdo aspekt jetës tonë, nga ushqimi që konsumojmë e deri tek ajri që ne thithim. Pasojat hedhin hije mbi ambicjet tona për zhvillim, edhe pse kontributi i Shqipërisë në emetimet globale të gazave të efektit serë është shumë i kufizuar. Ndryshimet klimatike nuk përbëjnë më një kërcënim të largët, por janë realiteti ynë i tanishëm, i shprehur nëpërmjet ngjarjeve të paparashikuara të motit, probabiliteteve të rritura dhe të intensifikuara të fatkeqësive natyrore, dhe deri në rritjen e impaktit negativ në bujqësi, në turizëm dhe në infrastrukturë. Si pasojë, ndryshimet klimatike ushtrojnë presion konsiderueshëm edhe në stabilitetin e sistemeve tona financiare. Është më së qartë se sektori ynë financiar nuk mund të operojë izoluar nga këto sfida. Ndërsa synojmë të bëjmë aktivitetet tona të qëndrueshme dhe të mbrojmë stabilitetin financiar, ne nuk duhet dhe nuk mund të neglizhojmë praninë e rrezikeve të ndryshimeve klimatike. Sektori bankar, si kur themeli i ekonomisë sonë, duhet të rrisë rezistencën jo vetëm ndaj goditjeve financiare tradicionale, por edhe ndaj forcës së paparashikuar të fenomeneve klimatike. Financat e qëndrueshme nuk janë zgjedhje, por janë detyrim. Sistemi ynë bankar i mirë kapitalizuar, fitimprurës dhe likuid, ka treguar rezistencë të jashtëzakonshme në vitet e fundit, pavarësisht goditjeve të rënda në ekonominë reale, që nga tërmeti i vitit 2019 tek ndikimi i pandemisë COVID-19 dhe konflikti në Ukrainë. Ky menaxhim i mirë i sistemit bankar duhet të mbetet i kujdesshëm edhe ndaj rrezikeve të pasigurive të së ardhmes, siç janë sfidat e lindura nga ndryshimet klimatike. Për të vazhduar në rrugën e rritjes së qëndrueshme, bankat tona duhet të menaxhojnë në mënyrë të vazhdueshme rreziqet që lidhen me klimën dhe të realizojnë investime që përputhen me përgjegjësitë mjedisore për të ruajtur ekosistemet, mikroklimat dhe burimet e tjera jetësore në nivel vendi. Bankat duhet të jenë të mirë pajisura për të adoptuar me shpejtësi dhe efektivitet ndaj një situate të re, duke përfituar nga mundësitë e krijuara nga kalimi në një ekonomi më të qëndrueshme dhe më të përgjegjshme ndaj mjedisit. Banka e Shqipërisë e inkurajon sistemin bankar të trajtojë këtë jo si një sfidë, por si një mundësi strategjike. Ne duhet jemi të vetëdijshëm që përkrahja e financave të qëndrueshme nuk është vetëm mbrojtje për investimet tuaja, por edhe një investim për mirëqenien tonë të përbashkët. Angazhimi ynë për ndryshim transformues fillon brenda institucioneve tona në mënyrë që falë bashkëpunimit të përmbushim premtimin për arritje të mëdha të përbashkëta.
Si bankë qendrore, jemi të përkushtuar të vendosim standardin dhe të japim shembullin tonë për të gjithë aktorët në treg. Sot është një moment i rëndësishëm, pasi shpallim strategjinë për administrimin dhe mbikëqyrjen e rreziqeve financiare të lidhura me klimën në sektorin financiar për vitet 2023-2025. Strategji të cilën tashmë ne do ta gjejmë publikuar edhe në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë. Kjo strategji, e cila lind nga një partneritet frydhënës midis Bankës së Shqipërisë dhe Bankës Botërore, përbën një hap të rëndësishëm në përkushtimin tonë të palëkundur për të adresuar pasojat ekonomike dhe financiare të ndryshimeve klimatike. Është thelbësore të nënvizohet se kjo strategji nuk ekziston në vakum. Ajo përbën një komponent të pandar të misionit tonë të përgjithshëm dhe është e sinkronizuar me kujdes me politikat dhe operacionet tona, duke përfshirë të gjitha aspektet e sfidës klimatike. Dokumenti strategjik paraqet edhe masa konkrete për përgatitjen tonë ndaj sfidave dhe shfrytëzimin e mundësive që krijon menaxhimi i rreziqeve klimatike. Strategjia që publikojmë sot afron një plan veprimi për të identifikuar, monitoruar dhe menaxhuar rreziqet e lidhura me klimën, duke siguruar kështu stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e sistemit tonë financiar. Veprimet që do të ndërmerren prekin gjithë spektrin dhe përgjegjësitë e shumëfishta të Bankës së Shqipërisë, duke filluar nga politika monetare tek stabiliteti financiar e tek operacionet monetare. Përtej saj, Banka e Shqipërisë mbetet e vendosur në angazhimin e saj për të lehtësuar dialogun dhe bashkëpunuar, duke siguruar kështu qëndrueshmërinë e sistemit tonë financiar të sfiduar nga ndryshimet klimatike dhe tranzicionin tonë ndaj një ekonomie të qëndrueshme. Krahas implementimit të strategjisë klimatike, do të vazhdojmë dhe rrugën drejt modernizimit dhe digitalizimit të tregut dhe sistemeve të pagesave, me qëllim jo vetëm nxitjen e përfshirjes financiare dhe përdorimit të pagesave elektronike në ekonominë shqiptare, por dhe kontributin tonë në financat e gjelbra. Tonisma do të shërbejë njëherëzi si shtys në përpjekjet tona drejt mbledhjes së të dhënave të mjaftueshme dhe ndërtimit të modeleve empirike, por edhe për të rritur ndërgjegjësimin tonë mbi rreziqet e lidhura me klimën brenda ekosistemit tonë financiar. Banka e Shqipërisë është e vendosur në përmbushjen e misionit të saj për të udhëhequr avancimin drejt financave të gjelbra, rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe kontributin në zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë dhe të jetës së vendit. Përpjekja jonë përfshin integrimin e inovacioneve më të fundit dhe praktikave më të mira të shoqëruara nga harmonizimi i kornizës sonë rregullatore me legjislacionin e Bashkimit Evropian për financat e qëndrueshme. Nderuar pjesëmarrës, bankat qendrore dhe organizatat ndërkombëtare dhe kombëtare vazhdimisht përmirësojnë ekspertizën e tyre analitike dhe empirike në këto fusha kyçe. Mbështetja e politikave të financave të gjelbra përbën një parim themelor të angazhimit tonë për një të ardhme më të qëndrueshme dhe të begatë. Ky nuk është një rrugtim që një institucion apo qoftë edhe një komb mund ta bëjë i vetëm. Ky kërkon një bashkëpunim dhe një koordinim në shkallë globale. Falenderoj secilin prej jush që u bashkua me ne në këtë përpjekje jetike. Po ashtu në emër të Bankës Shqipërisë, dëshiroj të shpreh mirënjohjen ndaj qeverisë shqiptare gjithashtu për mbështetjen e vazhdueshme dhe angazhimin në adresimin e këtyre çështjeve kritike. Veprimet tona sot formsojnë botën për brezat e ardhshëm dhe forcojnë qëndrueshmërinë e sistemeve tona ekonomike dhe financiare. Uroj që gjatë punimeve të forumit sotëm të zhvillohen diskutime sa më produktive dhe frytëdhënëse që nxisin mendime dhe zgjedhje sa më kreative ndaj sfidave klimatike me të cilat po përballet sistemi ynë, por dhe gjithë bota njëkohësisht. Ju falenderit për vëmendjen tuaj. Fjalën ja kaloj zotit Emanuel Salinas, drejtuesi i Bankës Botërore për Shqipërinë. Faleminderit, zoti Salinas, fjala është për ju.
Thank you very much, Governor, for these very inspiring words. I think they set the stage for the conversation we're supposed to have today, we're going to have today. Climate change is a reality. It's a reality that we see every single day. It's a reality that sadly affects a lot of countries like Albania. Albania is the highest exposed country to climate change in Europe. You know, we see that impact happening every single day, and we see what we know for sure is that that impact is probably going to become deeper and more frequent over time. You know, there are some risks that we know that are recurrent and that we know that are going to continue happening, like floods and droughts. And then there are some risks that we probably still don't know that will happen and that we need to be prepared for that. You know? So I think that the conference today is a very timely reminder that we need to be prepared for all that. We need to use the financial instruments and the financial capacity we have to make sure that we place enough investments to mitigate the risks that we know are recurrent, but also to create the cushions to deal with the other risks that are not recurrent but that may happen or have happened in the past that we have seen recently in the case of Albania. When I was invited by my colleagues to join this conference, I was asking, are we talking about helping ensure the stability of the financial sector to deal with climate change, or are we talking about also helping helping to ensure that the financial sector is a participant in terms of bringing solutions to the civil society and the private sector in Albania to also mitigate the risks as well? And I was very happy to hear that the answer is both. You know? We know that it's important to have financial stability, and we know that the central bank has been doing a lot in that regard, and we see the outcome now. We see that, for example, after Albania has been facing shocks on a continuous basis over the last 5 years, financial stability has remained. You know, and I think that that is a very good testament to the very good work that has happened in the past. You know? And I feel that going forward, what is important is to ensure that that stability is preserved, but at the same time that that stability is not preserved at the cost of risk avoidance. So we need to ensure that when we deal with issues like the impact of climate change, we approach them from the perspective of risk management and indeed not risk avoidance. And I feel that collectively that is what is expected of us, those of us that are contributing to the financial sector. That's the expectation of the society and the private sector. The governor highlighted some of these impacts that are already happening, for example, in agriculture, on tourism, and so on. And I feel that part of this discussion will be important to see as well. So how do we help those sectors to deal with those risks and those shocks in a more proactive manner? You know? As of now, I feel that the approach that has taken place is probably more of a reaction to shocks rather than proactive mitigation of those shocks. And I feel that this conference is helping us to move in the right trajectory towards mitigation and ensuring that there's instruments to help the society deal with those shocks. No? We also feel that this conference is a good opportunity for us to look at the green transition of the economy in countries like Albania. You know? So I feel that when we look at the sources of growth, we see that there's still a number of legacy sectors or legacy production processes, some of which are, for example, very energy consuming, and that the transition towards a greener economy is part of it is reliant on having adequate financial instruments to help the companies to invest in better production processes. I was very glad to see that in the attendance today we have a very good mix between financial sector, academia,
international financial organizations, financial authorities, because as the governor said, this is a trajectory that will require very concerted efforts from all of us, as the issues we're dealing with are very complex, and there's not a single solution for all of them. You know? So I'm very happy to be here on behalf of the World Bank. As you probably know, we have a new president that has put a livable planet as one of the main objectives of the World Bank as a complement to poverty reduction and shared prosperity. And for us, this is a very welcome addition to our mandate, in the sense that we know that that the livability has a number of implications. And this conference addresses a lot of these issues in terms of not only a transition towards a greener and more sustainable economy, but also in terms of dealing with the realities of the risks that we're facing. You know? So with that, I would like to welcome all of you and thank all of you that are coming from abroad to share your thoughts and your experiences with us. I feel that we will benefit a lot from your knowledge and from your experience, and we're very much looking forward to use this not only as a standalone event, but more as a beginning of a continuous journey that will help us to, first of all, define what needs to be done, but also to make sure that we continue implementing those things that are already identified. With that, thank you, Governor, for having me here, and very much look forward to the conference. Faleminderit shumë, Zoti Salinas. Edhe një herë theksoj falenderimin tonë për Bankën Botërore, si bashkëpunëtorin kryesor në ndërtimin e strategjisë 2023-2025 për të menaxhuar rreziqet në sfidën kundër ndryshimeve klimatike. Unë falenderoj edhe një herë në përfundim të fjalës së hyrëse të gjithë të ftuarit dhe të ardhurit veçanërisht nga jashtë për të kontribuar në këtë konferencë, në këtë forum, kaq të rëndësishëm. Këto ishin fjalët përshëndetëse në emër të Bankës Shqipërisë dhe të Bankës Botërore. Unë do t'i ftoj të gjithë pjesëmarrësit për një foto në grup në këtë moment, para se të vazhdojmë me panelet respektive për të diskutuar konkretisht për temën. Gjithashtu falenderoj dhe mediat për këtë ditë vështirë me shi që ishin prezente sot. Vazhdimi i konferencës do të jetë në nivel teknik. Ju falenderit dhe ju ftoj për të vazhduar për një foto. Falenderit.